Janë zhvilluar këtë të mërkurë të gjitha ndeshjet e fazës së dytë të Kupës së Shqipërisë. Skuadra e Burrelit u përballë në stadiumin Iliri Ballabani me ekipin e Kastriotit të Krujës, ku e mundi këtë të fundit me rezultatin e thellë 5-2. Por vetëm 2 minutat e para të ndeshjes Burreli arriti të shënojë 2 gola me Xhabrahimi në minutën e parë dhe Fetaj në minutën e dytë. Në minutën e 27 është Arango i cili çon shifrat në 3-0 për Burrelin. Pjesa e parë mbyllet me këtë rezultat, ndërsa në pjesën e dytë Matjanët do të shënonin edhe 2 gola të tjerë. Është sërish Xhabrahimi që shënon në minutën e 65 dhe 9 minuta më vonë Det Gjonaj që çon rezultatin në 5-0. Ndërkohë miqtë do të shënonin në minutën e 75 me Zaçen dhe 82 me Halilajn. Me fitoren 5-2 Burreli kualifikohet për në fazën tjetër eliminatore të Kupës së Shqipërisë, sipas skemës së përcaktuar nga Federata Shqiptare e Futbollit. Kundërshtari i ekipit të Burrelit në garën për Kupën e Shqipërisë do të jetë ekipi i Partizanit.